Kuqezin të mbrëm me seancën e fundit servitore në Estadio Se Vallecas mbyllën përgatitjet për ndeshjen debutuese në fazën kryesore të UEFA Conference Liga, ku përballë do ta kenë ekipin spanjoll Rayo Vallecanos. Para seancës servitore është mbajtur preskonferenca zyrtare, ku para gazetarëve kanë folur trajneri Jeton Beqiri dhe kapiteni Besart Ibrahimi. Në këtë ndeshje skuadra spanjolle konsiderohet favorite, por trajneri Beqiri thotë se lojtarët duhet të respektojnë fanellën që e bartin. Për ne është e rëndësishme që të respektojmë fanelen që bartim, të respektojmë klubin dhe të mundohemi të bëjmë maksimumin e mundshëm dhe shpresoj që të bëjmë një paraqitje të mirë këtu në Spanjë, në Madrid dhe të bëjmë një figurë të mirë si klub. Beqiri tha se ekipi kundërshtar ka shumë futbollistë cilësor dhe nuk është korrekt që të veçohet ndonjë emër. Besoj që nuk do ishte korrekte që të përzgjedhim një futbollist të Rayo Vallecanos për shkak se ka shumë futbollistë cilësor dhe unë do doja t'i respektoj gjithë ato. Dhe sa i përket skuadrës, është një skuadër agresive që luan një futboll modern dhe atmosfera që krijohet këtu në stadium është gjithmonë e jashtëzakonshme. Kapiteni Besart Ibrahimi i vetëdijshëm se kjo ndeshje për ekipin kuqezi është historike, prandaj duhet të japin maksimumin edhe pse e vlerësojnë ekipin kundërshtar. Është ndeshje historike për të gjithë ne. Jemi të kënaqur që kemi ardhur deri këtu. Jemi të gatshëm të japim maksimumin, e dimi me çfarë kundërshtari luajmë nesër, e vlerësojmë. Normal është për ta vlerësuar, por e jona është të dalim fushë të japim maksimumin edhe të shpresojmë që futbolli nuk fiton çdo herë më mirë. Kapiteni Besart Ibrahimi i pyetur se cilin futbollist të ekipit kundërshtar e veçon, tha se ka njohuri për ekipin, por nuk dëshiron të veçon ndonjërin nga ata. Edhe unë nuk do e kisha veçu ndonjërin prej lojtarëve, normali kemi pa ndeshjen me Barcelona dhe me Sevilla. Besoj që janë një grup i mirë, luftojnë shumë, edhe besoj që është një ekip luftarak. Për ekipin e zemrës në Madrid kanë udhëtuar edhe një grup i tifogrupit ballistët. Dueli Rayo Shkëndija luhet të enjten me fillim në ora 18:45 në Campo de Fútbol de Vallecas në Madrid, ndërsa drejtësi do të ndajë arbitri nga Finlanda, Mohamed Al Emara.